Po, jemi live tani. Jam duke u nisur për në Fushë Krui, por ndërkohë po shikoj të dhënat e KQZ-s dhe të zarfave të dorëzuar në KQZ. Dhe jemi në një situatë ku është vërtet inkurajuese pjesëmarrja e lartë në krahasim me një sër vendesh tjera, por si hera e parë duhet të jetë shumë më e lartë, besoj unë. Dhe kështu do t'ju thosha shqiptarëve të Italisë që janë në krye të gjithëve me 74% forca, janë dhe 21.000 zarfa të padorëzuar. Do t'u thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, jo për fajin e tyre, për fajin e konfuzionit që u krijuar nga kompania në ditët e para, 39%, forca janë dhe 36.000 zarfa të padorëzuar, por ama ka akoma kohë. Ka akoma kohë dhe mos prisni më që të vinë t'ja u marrin, por ktheheni mbrapsht në pikën përkatëse postare të DL-s. Nga Gjermania 72%, por janë ende 7.000 të padorëzuar. Bëni një përpjekje të fundit. Amerika shumë mbreslënse 70%, por janë ende 5.500 padorëzuar. Britania e Madhe më pak 59% me 7.000 të padorëzuara ende, dhe të tjerat në total kanë një shifër goxha inkurajuese, 88% të tjerat në total rezultojnë të jenë rreth 15.000 të dorëzuara nga në total 17.000 të shpërndara, por janë dhe 1.300 ca që janë në duart e njerëzve ende, në duart tuaja që më ndiqni nga larg. Kështu që do ju lutesha shumë të ecim sa më shpejt. Është një mundësi historike, është një votë historike, është një moment historik dhe do t'ishte vërtet gjuna që mbasi keni bërë mundimin për t'u regjistruar, të mos bëni edhe mundimin për të dorëzuar fletën e votimit që tani më ju ka ardhur. Në total jemi në 65%, fluksi vazhdon të jetë i lartë dhe të rritet, por ditët po shkurtohen. Deri të premten gjithçka duhet të jetë përfunduar, kështu që forca për Shqipërinë me BE-n në Europë, për pasaportën europiane të gjithë shqiptarëve, por mbi të gjitha për identitetin europian, jo vetëm me zakon, sa dhe kemi pasur që kur na vuri Zoti këtu në mes të Europës si një ndër popujt më të vjetër, por edhe me ligj, edhe me dokumenta, dhe për statusin e ri të qytetarisë së shqiptarëve në botë, duke qenë status i barabartë me qytetarët e Europës së Bashkuar.